Odiseja e Nolan, e Christopher Nolan, që na pushtoi gjithë lajmet kryesore edhe këtu në Shqipëri, për faktin e vetëm, kryesisht, që Ludwig Göransson, kompozitori i këtij filmi, erdhi dhe mori isopolifonin tonë të jugut për ta futur në kolonën zanore të një produksioneve më të mëdha që pritet. Një film i ri i Christopher Nolan, Odiseja e Homerit. Dhe Ludwig Göransson vjen dhe zgjedh pikërisht polifonin tonë të jugut për ta futur në këtë film. Dhe për të gjithë ishte një surprizë, ishte një lajm i jashtëzakonshëm. Vetëm se ne këtu e kemi ditur që para 5 muajsh. Unë në Sinners 5 muaj përpara solla vizionin dhe mënyrën se si punojnë këta artistë të jashtëzakonshëm. Në vazhdimsi, do t'ju tregoj çdo lloj elementi që në të gjithë postimet që keni lexuar në të gjithë kësaj kohe, nuk ju është. Këtu futemi më thellë, nuk kënaqemi me pak. Nuk duam një jetë të rëndomt, një përditshmëri të rëndomt. Prandaj, do t'ju lutesha një nder të vogël. Atyre që ju del kjo video, largojuni, nuk është hapësirë për të gjithë. Nuk është kanal për t'ju folur të gjithëve, është vetëm për 1%, për ata që dinë të rrinë dhe të bëhen pjesë e këtij komuniteti. Asgjë personale, është thjesht e vërteta. Unë ju uroj më të mirat në jetë, pa më larg prej këtu. Për gjithë të tjerët, tek 1%, është vite. Christopher Nolan është regjisor që ju është folur shumë mbase këto ditë, po kur vjen puna nuk di se është i madh, po kaq i madh sa pastaj nuk dim të themi 2 fjalë rreth Nolanit. Për ta përmbledhur punën e tij, pa u zgjatur shumë sepse do trajtoj dhe do t'rregoj gjëra të tjera shumë interesante që nuk i keni dëgjuar këto ditët gjithë këto ditë që është përfshirë dhe është diskutuar ky lajm. Do t'ju them këtë. Nolan është regjisor i regjisë madhore, spektakolare, i kinematografisë ekzemplare nga ato që dhe këto fjalët në këtë rast më mirë se për Nolan nuk janë për askën tjetër, sepse realisht Nolan krijon regji gjeometrike, i një të ftohta, të mprehta. Është përgjithsisht është strukturor, cerebral. Të përfshin shumë mendjen, e bën spektatorin të ndjehet sikur është pjesë e gjithë asaj kinematografie madhështore që ai krijon. A më pëlqen mua jo, personalisht është ndër regjisorët më të mirë të periudhës sonë, është profesionist i jashtëzakonshëm, po ju them një element që mund ta përdorni padyshim në përditshmëri për të treguar edhe nivelin profesional tuaj, pavarësisht ambientit ku gjendeni edhe punës që bëni. Ai gjithmonë në set xhirim, sado e lodhshme dhe impenjative të jetë puna, ai përdor gjithmonë kostum. Është i veshur me kostum, nxehtë, ftohtë, tregon respekt jo vetëm për punën e tij, por tregon respekt edhe për trupin, edhe për të gjithë njerëzit që punojnë aty. Çfarë është regjisori? Është drejtori i madh i punës, është drejtori i madh i projektit, qëndron ai në kokë, pastaj vazhdojnë drejtorët e tjerë me të cilin bashkëpunohen. Por ai është dirigjenti. Tani, a i ka qëndruar, e dim që nuk i ka qëndruar besnik, është e kohë të mohohet, nuk i ka qëndruar besnik, sepse ka dashur të sjellë një film gjithë përfshirës, një film që ti mund t'i flas absolutisht të gjithëve, pavarësisht fazës të jetës ku janë, dhe ja ka arritur, sigurisht. Matt Damon është aktori që luan Odisen. Çfarë bën? Interpreton shumë mirë, nuk është aktori kalibër jashtëzakonshëm par excellence, por është aktor shumë i mirë, e ka luajtur edhe Odisen, e luan mirë. Gjithsesi, për të folur pak për idenë mbas Odisesë së Nolanit. Nolan e merr Odisen e Homerit dhe dekonstrukton. E shpërbën. Tek Homeri, Odiseja është heroi i luftës, ndërsa tek Nolani shndërrohet në viktim lufta. Dhe Nolan sjell elementin për ta përmendur të viktimave, ato traumat që pasojnë, pra trauma pos luftës,
dhe viktima e luftës, dhe e sjell përmes personazhit të tij të Odises. Iku kjo. Pra, nuk kemi të bëjmë më me një Odisej që paraqitet si ai heroi i fortë, strategjik i jashtëzakonshëm edhe idealzuar, por e sjell në këtë lloj forme. Ne normalisht që në skenë shohim një Odisej të shkatërruar, një Odisej në mendime, një Odisej në vuajtje. Dhe prandaj thuhet që Nolan gati ka harruar, nuk e ka harruar, thash, arsyeja është që do t'ju flas të gjithëve dhe ka dashur të sjellë të jetë gjithëpërfshirës te ky projekt i tij. Mirë po, ka luajtur shumë me Ksenian, Poliksenian. Pra, mikpritja e botës së lashtë, sepse në portën tënde mund të trokiste gjithmonë një zot i veshur si lypsar dhe ti mund ta nxjerrje jashtë pa e ditur që ishte një zot dhe do ta fyeje. Dhe habitet bota mbas Ksenias anglezit Nolan që i ktheu në vëmendje emigrantin që duhet mirëpritur, të huajin që duhet mirëpritur në shtëpinë tënde, i ktheu në vëmendje botës këtë mirëpritjen e jashtëzakonshme që duhet bëj në një kohë që ne shqiptarët, ja ku dal një tjetër element dhe akoma s'kam filluar të flas për të gjitha elementet shqiptare që ky film ka. Por shikoni se çfarë ndodh. Ne si e kemi shprehjen? E kujt është sofra edhe shtëpia e shqiptarit? Është e Zotit edhe e mikut. Nga veriu në jug, po të shkoni nëpër shtëpitë e veriut, jo vetëm që do t'ju presin, po do t'ju përcjellin ata njerëz që ndrojnë tek porta deri në momentin që ti largohesh. Të shohin një lloj si për të dashur që të mbrojnë edhe shpinën kur ti shkon, për të kuptuar që po shkon mirë. Jo vetëm të kanë pritur mirë, të kanë mbajtur mirë, po edhe të përcjellin mirë. Dhe ne vazhdojmë t'i mbajmë këto në traditën tonë. Nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme kjo për ne. Mos t'i harrojmë vlerat e vërteta që kemi. Janë fokusuar të gjithë tek izopolifonia që është marrë, po pse erdhi ai për ta marrë në Shqipëri izopolifoninë? Pse nuk shkoj në Greqi për ta marrë? Do t'ju a them unë pse, do t'ju a them pak më vonë. Ne vim tek Odiseja që ne na pëlqen, ne shqiptarëve na pëlqen aq shumë, që është Odiseja me Irem Papasa dhe Bekim Femion. Sigurisht që ne na pëlqen shumë, sepse ata janë dy div të Hollywoodit, pra në rast se ne na thuhet Odiseja, ne kujtojmë Bekim Femion. Në rast se ne na thuhet Penelope, ne kujtojmë Irem Papas. Mirë po, e bukur është se kanë qarkulluar të gjitha këto postima. Ju i keni parë, të gjitha të njëjtin lajm japin. Mirë po nuk thuhet që në fakt e gjithë bota po i rikthen syt tek ai prodhim. Ka qenë prodhim gjigant europian i Homerit, pra i Odisesë së Homerit ai. Mirë po ka një karakteristikë sepse ka pasur një regji të jashtëzakonshme mbrapa. Ka patur një Franco Rossi të mrekullueshëm, por unë këtë nuk e dija, unë e mbaj mend se si e kam perceptuar unë dhe unë kam qenë fëmijë kur e kam parë, mbaj mend si sot kur kam parë momentin e Odisesë tonë, Bekim Femiut, pra Odiseja me Polifemin, Odiseja me Ciklopin, ajo skenë. Horror i pastër, i prodhuar, i riprodhuar, aq visceral dhe aq i bukur, nga kush? Nga Mario Bava. Unë mbaj mend që kam mbetur e mrekulluar dhe aty pata atë lidhjen me zhanrin, aty kuptova se çfarë është horrori dhe kuptova se çfarë fshihet mbas alegorisë së horrorit, çfarë fshihet. Çfarë fshihet që e risjell sigurisht edhe Nolan në këtë film të tij, cila është mungesa e komunikimit. Kur nuk ka komunikim, kur nuk ka Ksenia, kur nuk ka mikpritje me të huajin, edhe pse nuk e kupton gjuhën, edhe pse nuk ja kupton formën, edhe pse nuk e kupton se çfarë është, edhe pse nuk e njeh, nuk bën pjesë e mënyrës apo kulturës tënde, mos i ndërprit urat, mos i thyej raportet, që të mos bëhet vonë,
është një tjetër frazë e përdorur gjatë Odisejës së Nolanit. Tani, thot Odiseja, është një moment që thot, tani është bërë tepër vonë. Dhe nuk duhet ta çojmë punën derisa të bëhet tepër vonë, të ndërpresim komunikimin, se atëherë pastaj merr fund gjithçka. Pra, Ciklopi, Polifemi, nuk i pranon të huajti, i kollaboron. Atëherë çfarë ndodh? Fillon lufta, zgjësimi fizik, dhuna, horrori, lufta. Kjo fshihet pas këtij momenti të Polifemit dhe Odises. Dhe asaj që Mario Bava e bën në mënyrë të mrekullueshme tek Odiseja e 68-s, ndërsa Nolan e ka paraqitur në formën e një lloji horrori psikologjik shumë të rënduar. Pra për të gjithë ata që mendojnë që s'kan parë dhe s'do shohin ndonjëherë horrorin, e ja ku e kanë parë këtu, mes këtyre 3 orëve të filmit të Nolanit. Për të kuptuar se sa e rëndësishëm është dhe se çfarë fshihet mbrapa. Po unë këtë temë do ta diskutojmë në një moment tjetër, sepse horrori si zhanër është zhanri më terapeutik që mund të ekzistojë në botën e artit edhe posaçërisht kinematografisë. Tani vim te një pikë kyçe. Si shpëton nga Polifemi, nga Ciklopi, Odiseja? Përdor inteligjencën pragmatike, inteligjencën strategjike. Po të marrim konceptin e human action të babait të shkollës së ekonomisë austriake, Ludwig von Mises. Thot, human action, njerëzit veprojnë gjithmonë kur kanë një qëllim të brendshëm. Do me thënë, bëjnë një veprim duke hequr dorë nga diçka për të marrë diçka tjetër shumë më të madhe, shumë rezultative për jetën e tyre. Ose tjetër, po të shprehim në gjuhën e Luhmannit, sociologu gjerman, që thot tërhiq egon, tërhiq preferencat e tua, për një periudhë kohe tërhiqu. Si shpëton edhe një herë Odiseja nga Polifemi? I thot, unë jam askushi. Pra nuk i thot që është mbreti i Itakës. I thot, unë jam askushi. Në mënyrë që të përfiton të kohën e tij, pra racionalizoj mirë kohën që kishte në dispozicion dhe për të patur rezultatin final me tërheqjen e vetes, tërheqjen e egos, mbajtjen brenda. Ju në jetën dhe në përditshmërinë tuaj, keni ndonjë Polifem, ndonjë Ciklop që ju vërtitet nga ata toksikët që ju mërzit në çdo lloj raporti? Si e kundërshtoni? Si mundoheni të fitoni betejat edhe luftën? E tregoni unin tuaj? E tregoni atë kush jam unë e kush je ti? Sepse në rast se e bëni këtë, në shumë situata jeni të paranisur të dështoni. Kur dështon? Nuk mundi Odiseja, nuk mundi ta mbante dot veten, dhe në momentin që po largohej, i thirri dhe i tha, unë jam Odiseja, mbreti i Itakës. Hybris doli i gjithë i ploti, sepse në të vërtetë Odiseja i Homerit është i tillë. Është derisa fillojnë fatkeqësitë që i ndodhin njëra mbas tjetrës, edhe kalvari i tij i vuajtjeve gjatë rrugtimit 10 vjeçar, që fillon edhe kupton problematikat që ka me veten, strategjitë që ka bërë, me mënyrën se si është përqasur nëpër luftra edhe me të tjerët, me zgjedhjet dhe zgjidhjet e tij. Kështu që duhet kemi shumë parasysh, në momentin që lëshoi egon, ndodhi që Polifemi ishte i biri Poseidonit, kështu që Poseidoni mallkoi Odisen dhe i filluan vuajtjet Odises pastaj për 10 vite me radhë, derisa të gjente Nostos. Nostosi nuk është kthimi i Odises në Itak. Ky Nostosi është kthimi i Odises tek vetja. Në rast se Odiseja ka hybrosin e ka shumë të zhvilluar, ka një ego të fuqishme Odiseja tek Homeri. Dhe kjo është që ja nis shkëndijën e problematikave të jetës. Nuk arrin ta mbajë dot brenda egon e vet. Pra është shumë inteligjent, shumë strategjik, është djallëzor në strategjitë e tij, me atë që bëri me Kalin e Trojës. Në Kalin e Trojës shkatroi jo vetëm ura komunikimi, po shkatroi komplet një qytetërim, një kulturë. Penelope,
edhe sot keni dëgjuar shprehjen ajo është një Penelope. Me të nuk ke shans ti, ajo është një Penelope. Çfarë është Penelopja? Penelopja është ajo figura femrore që është lidhur edhe me inteligjencën shtëpiake të ruajtjes të ambientit, të pushtetit shtëpiak që ajo ka aty, edhe të pushtetit shtetëror të popullit të vet, të besnikërisë. Kam parë disa komente që duan ta paraqesin Penelopen si ajo gruaja, pra gjithmonë, tash këtu gjithmonë dashje pa dashje fillojnë këto agjendat e feminizmit ekstrem, realisht janë abuzuar tashmë. Por dhe e pasqyrojnë Penelopen sikur Penelope të ishte e dhunuar, ajo gruaja e dhunuar që pret burrin në shtëpi, në një kohë që harrojmë elemente shumë të rëndësishme. Penelope zgjedh. Penelope është grua jashtëzakonisht mase e bukur. Dhe ajo është koshiente që është e bukur. Ajo e di që është e dëshiruar, ajo e di që vlen edhe për pushtetin e atij froni që përfaqëson. Por ndërkaq ajo zgjedh sepse ka dhënë besën, zgjedh sepse ka dhënë fjalën për të pritur bashkëshortin, dashurinë e jetës së saj dhe mbretin e saj, mbretin e Itakës. Pra është një grua që di shumë mirë, ka një inteligjencë sipërore, por zgjedh të jetë e tillë. Sikurse Circe, sikurse Kalipso, sikurse nimfat, të gjitha kanë nga një element që i tregojnë burrit si gjini dhe njerëzimit në përgjithësi se çfarë do të thotë të humbasësh veten, të jepesh mbas joshjes, për shembull Kalipso që i jep mundësinë që të qëndrojë me të në ishull edhe të harrojë gjithçka se çfarë bëhet rreth tij, por nuk ka gjë më të dhimbshme se sa ti të shndërrohesh në një jetë edhe komfortable, të rehatshme për veten. Por nuk ka gjë më të dhimbshme se sa të humbasësh qëllimin që ke në jetë, se sa të humbasësh veten, edhe mes dhimbjes, po ti jesh vetja. Prandaj edhe më në fund i jep vetes guxim Odisea edhe i rikujton se kush është dhe se ku duhet shkoj. Është në procesin e nostos, duhet t'i rikthehet vetes, është ritual. Ti vim te kjo pika e Helenës së Trojës që është e luajtur nga një aktore Tanjongo dhe është intense. Është organike në lojë, jo vetëm te ky film, se në këtë film është përdorur shumë për t'i bërë marketingun, për t'i bërë njerëzit që të fillojnë të flasin. Ajo një pak moment ka në film. Ka një arsye pse Nolan e ka dashur në këtë cast, sepse mund të kishte marrë çdo aktore tjetër. Mund të kishte vendosur për shembull Zendayan që është mulate, që është edhe ajo i përket njëjtit komunitet. Shumë e mirë edhe ajo është aktore interesante, është aktore plastike. Mirë po jo, zgjedh pikërisht Lupitën. Pse zgjedh Lupitën? Lëkura e Lupitës është e zezë karbon dhe nuk e ka zgjedhur për të qenë gjithë përfshirës. Kemi Penelopen të luajtur nga një Anne Hathaway që është fundësisht e bardhë. Është e bardhë, është e pastër, është kandida. Ka paraqet një pastërti jo çështje fizike vetëm, por për karakterin, për natyrën, për mënyrën, për vlerat që ka për atë që përfaqëson. Dhe nga ana tjetër, ai zgjedh sepse është në lëkurë është e zezë karbon. Ajo që përfaqëson tundimin, krijon luftën. Ajo që nuk tërhiqet nga kjo. Dhe e zgjedh të zezë dhe është vetëm çështje ngjyre e bardha me të zezën përplasje. Për të pasqyruar dy gra me karakteristika. Pra, nuk është çështje karakteriale, nuk është çështje ideologjike. Këtu tash është shumë interesante situata. Sepse shikoni, siç ka bërë aty ai film, që imagjinoni përzieu muzikën blues të deltës së Mississippit me folkun e emigrantëve irlandez në mënyrë spektakolare. Tani, për këtë film, i duhej të shkonte në rrënjë, i duhej të shkonte, sepse ky është procesi, kjo është metodika e punës që ka. Dhe jo kam bërë analizën aty, e kam bërë edhe në një postim, që keni pasur mundësinë që ta lexoni në kanal. Çfarë do bënte? I duhej muzika primordiale që Christopher Nolan ja kishte kërkuar. Ku do ta gjente?
Ku shkoj për ta gjetur? Sepse Homeri është grek, Odiseja është greke. Dhe Goranson nuk shkon në Greqi, po vjen në Shqipëri. Vjen në jugun tonë për ta marrë. Shumë interesante kjo. Sepse, ju thash edhe një herë, metoda e tij e punës është që të kërkoj rrënjët, gërmon rrënjët, kërkon bazën, kërkon primordialen, atë që nuk ka më përpara, më të lashtën që ekziston. E shikoni se sa shqiptar, sa thellësisht shqiptar, po na duket për herë më shumë edhe po bindemi për këtë Odise. Mirë, po ka një tjetër faktor, ka një tjetër element shumë të rëndësishëm. Se mirë që unë analizën ja kam bërë atëherë dhe kush është pjesë e kanalit e ka ditur vizionin e tij. Nuk ka qenë surprizë, ka qenë thjesht një konfirmim për ne. Sepse jemi gjithmonë një hap më përpara, sepse analizat i bëjmë mirë filli, sepse nuk na pëlqen të ndalemi tek sipërfaqja. Librat e parë që unë kam lexuar ka qenë Iliada dhe Odiseja, e përshtatur për fëmijë. Me këto kam filluar unë me leximin. Kam qenë me harnitur mbas tyre. Mirë, po çfarë ishte më e bukur është se pak më vonë lexova tregime të moçme shqiptare. Tregime të moçme shqiptare, ta shkruani të gjithë se kush e kujton, poshtë komentet, ju lutem, do të jem shumë e lumtur nëse gjej të tjerë që e kujtojnë këtë përmbledhje të mrekullueshme nga Mitrush Kuteli, me baladat tona shqiptare që kanë vlera kolosale brenda realisht. Dhe aty lexoj Konstantini Voglith, kujt i kujtohet, ose balada e Ymeragës. Është e njëjta gjë. Dhe këtë studim e ka sjellë në 38 sa vete që Rem Çabej, që ishte futur në një kërkim shkencor dhe të thelluar kësaj analiza, për të bërë dhe për ta provuar shkencërisht që Odiseja i Homerit bazat i ka në epirin ton, në fiset e periote të jugut të Shqipërisë. Është e njëjta balad, kanë të njëjtën histori. Megjithatë bota sot të vjen keq sepse e paraqet si pjesë e kulturës dhe letërsisë lashtë greke, kur në fakt tash e Rem Çabej, që është baba i albanologjisë shqiptare, e ka provuar shkencërisht këtë gjë. Është e bukur shumë kjo. Elen Mirozhnik është punëtore e vjetër e Nolanit, sa këtu ka bërë një punë të mrekullueshme. Nuk sjell stoli që shkëlqejnë dhe vezullojnë. Format nuk janë të prera, kanë shtypje, pra duket sikur nuk janë gjëra të reja, nuk janë stoli të reja, të prodhuara rishtasi. Nuk paraqesin luksin verbues. Paraqesin një luks tjetër më të madh, ajo ka bërë një punë të shkëlqyer këtu, sepse paraqesin heritazhin, paraqesin kujtesën, pushtetin, fuqinë, memorien e brezave dhe të popujve të trashëguar, pra është trashëgimia, brez pas brezi pas brezi. Pra siç e shihni, Odiseja e kupton që me detin nuk ka lojra. Detit ti nuk mundesh ti kthehesh, nuk mund të dalësh mbi valën, se vala të përmbys poshtë. Duhet të lundrosh me të. Duhet ta lesh egon. Dhe atëherë si kthehet në shtëpi Odiseja? Kthehet i pastruar nga egoja, mbasi ka kaluar këtë ritual. Është vdekje dhe rilindje e pastër për të rikthyer tek vetja. Dhe këtë e bëri vetëm duke u bërë askushi. Tani të gjithë ata 1% që ka qëndruar këtu, nëse njihni njerëz që po kalojnë stuhi e çikllob në jetën e tyre, ndajeni këtë video me ta, që të jepni një mundësi kuptimi të betejave që po kalojnë, se po nuk mësuam edhe nga Homeri dhe Odiseja e tij, realisht të them, nuk do të kemi zgjidhje të tjera në jetë. Tani pyetja për ju është, se dia do të keni guxim të shkruani poshtë te komentet. Ke guxim të bëhesh askushi për një periudhë kohe, për të fituar në jetë?